Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshorës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi është fuqia, të dashur, fuqia, strength. Të dashur peshor, të jesh i fortë apo e fortë nuk do të thotë të mos kesh frikë apo dhimbje, absolutisht. Do të thotë të mos lejosh që ajo frikë të komandoj. Me këtë letër tregon apo ju këshillon, tani është koha jote për të mbështetur te qetësia jote, jo tek reagimi yt. Përballu me gjithçka, me butësi, me dinjitet, dhe do të shohësh që ajo që të frikson sot, nesër do të respektoj apo do të respektoj. Mbaj ftohtësinë në një situatë ku do kishe shpërthyer më parë, të dashur peshor. Beso tek forca jote pa pasur nevojë të tregosh me zë të lartë. Kujtoje se forca më e madhe, pra siç thash, është të dish kur të flasësh dhe kur të heshtësh me vetbesim. Kujtojeni që fuqia jote s'ka nevojë të bërtas, ajo flet vetëm përmes durimit, qetësisë dhe mënyrës se si përballesh me gjithçka që ke kaluar apo je duke kaluar. Mos haro, ti je më i apo e fortë se çdo frikë tjetër. Pra kjo është fuqia juaj e mbrëmshme, të dashur, të bërtasësh nuk të bën të keni të drejtë dhe nuk zgjidh asë një gjë. Të bërtasësh dikujt duhet dhe vetë të nervikosesh, apo jo, duke bërtitur, me qetësi çdo gjë në botë sqaron, apo dhe heshtja është përgjigjja më e mirë ndonjëherë, të dashur peshor.